Cilat janë konkluzionet kryesore të këtij raporti të politikës monetare? Raporti I fundit I politikës monetare kishte 3 konkluzione të përgjithshme. Së pari, në analizën që I bëm zhvillimeve ekonomike dhe financiare, ne konstatuam që trendi I zhvillimit të ekonomisë shqiptare mbetet pozitiv. Kjo duket në disa tregues, si në rritjen e shëndosh ekonomike që ka karakterizuar gjysmën e parë të vitit, ashtu edhe në përmirësimin e treguesve kryesor të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit, ku kam parasysh një nivel të ulët dhe nën kontroll të inflacionit, një trend rënës të borxhit publik dhe të borxhit huaj, si dhe një përmirësim të bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë të ekonomisë shqiptare. Nga ana tjetër, konkluzioni I dytë ishte se politika monetare ka pasur një kontribut pozitiv në këto dinamika pozitive që ka shfaqur ekonomia shqiptare gjatë 2 viteve të fundit, normalizimin gradual dhe I kujdesshëm që ne I kemi bërë qëndrimit politikës monetare, ka krijuar gjithë parakushtet e nevojshme për të vënë në kontroll inflacionin dhe për të siguruar rënien e tij në linjë me objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve dhe në të njëjtën kohë, që është po aq e rëndësishme, duke mocionuar trendet pozitive të rritjes ekonomike, ashtu edhe stabilitetin financiar të vendit. Megjithatë, një konkluzion I tretë, të cilën ne evidentuam në analizën tonë, ishte fakti se ekzistonin hapësira për një lehtësim të qëndrimit të politikës monetare, për të garantuar kthimin e inflacionit në objektiv, dhe po ashtu për t'i dhënë më shumë frymarrje rritjes ekonomike, zgjerimit konsumit, të investimeve dhe rritjes të punësimit në vend. Si e shikon Banka e Shqipërisë gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe cili është parashikimi për të ardhmen? Gjendja e ekonomisë shqiptare duhet theksuar që është pozitive. Kam parasysh faktin që gjatë 2-3 viteve të fundit ne jemi përballur me sfida jo të vogla, si pandemia dhe pasojat ekonomike të luftës në Ukrainë. Megjithatë, ne kemi pasur një rritje ekonomike solide, sipas të dhënave të Instatit gjatë 6 muajit të parë të vitit, kjo rritje ishte në nivelin 4%. Ajo që është po aq e rëndësishme është fakti se rritja ekonomike është shoqëruar me zgjerim të punësimit, rritje të pagave dhe përmirësim të shëndetit të bilancave financiare të biznesit shqiptar. Po ashtu, ne kemi evidentuar që kjo rritje ekonomike ka baza relativisht të gjëra dhe solide. Kam parasysh faktin që të ardhurat e disponueshme të familjeve, të siguruar nga punësimi, pagat, rritja e remitancave janë në zgjerim, pra garantojnë një rritje të konsumit dhe të mirëqenies të familjeve shqiptare. Po ashtu, situata financiare e bizneseve mbetet e shëndetshme, ambienti financiar është akomodues dhe kjo duket në trendin e shpejt përmirësues të kredisë, e cila ka shërbyer si për ushqimin e investimeve të biznesit, ashtu edhe për zgjerimin e konsumit dhe të investimeve në pasuri të paluajtshme të familjeve. Dhe nga ana tjetër, inflacioni ka qenë në rënje, nën kontroll. Aktualisht, sipas të dhënave të fundit të Instatit, ky tregues I rëndësishëm për I cili është edhe objektivi I punës të Bankës së Shqipërisë, gjendet pranë nivelit 1.9%, çka do të thotë që periudha me inflacion të lartë që kaluam gjatë 2 viteve të fundit mund të quhet tashmë diçka e lëm pas. Inflacioni ulët është një parakusht I domosdoshëm për rritjen e qëndrueshme ekonomike, pasi ai ndihmon familjet të ruajnë vlerën e të ardhurave dhe të kursimeve të tyre, dhe po ashtu I jep hapësirë biznesit të jetë më I sigurt në parashikimet e veta, në planet e investimeve dhe të zgjerojë kërkesën për kredi. Nga ana tjetër, rënja e inflacionit na ka ndihmuar edhe ne si Bankë Shqipërie të lehtësojmë gradualisht politikën monetare gjatë vitit 2023 për të lehtësuar kostot financiare në ekonomi. Nëse shohim në të ardhmen, sikur u theksua edhe në njoftimin për shtyp të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë, ne presim që këto trende pozitive të vijojnë, ne presim që ekonomia shqiptare të rritet me ritme të ngjashme edhe në gjysmën e dytë të vitit, me ato të shënuara në 6 muajorin e parë. Ne presim po ashtu që inflacioni gjatë 3 muajorit të katërt të mbetet pranë niveleve aktuale dhe në vitin 2025 të lëviz gradualisht drejt objektivit ton prej 3%. Ne gjykojmë që ambienti monetar dhe financiar do të mbetet stimulues. Ekonomia shqiptare do të ketë në dispozicion një ofertë të kredisë bankare I cila I shërben plotësimit të nevojave të saj për konsum dhe investime, dhe ajo që duhet theksuar është me kosto të ulta financimi. Në një kontekst afatmesëm dhe afatgjatë,
Ne gjykojmë që ekonomia shqiptare ka të gjitha parakushtet që të ketë një rritje të qëndrueshme, solide dhe mbi të gjitha një rritje që të prodhoj mirëqenie për të gjitha aktorët e ekonomisë, si familjet ashtu edhe biznesin shqiptar. Si i vlerësoni rezultatet e deritanishme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë? Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka rezultuar e suksesshme. Së pari, ne edhe përballë sfidës të fortë që pësuam nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, arritëm të ruajmë stabilitetin e çmimeve në vend. Sikundër e kemi thënë edhe më përpara, niveli inflacionit në Shqipëri ka qenë relativisht më i ulët në krahasim me vendet e rajonit dhe aktualisht shfaqet në nivele të tilla të cilat janë afër përkufizimit ton të stabilitetit të çmimeve. Nga ana tjetër, dua të theksoj që ne këtë sukses në luftën tonë ndaj inflacionit e arritëm pa patur kosto të forta në drejtim të ngadalësimit të aktivitetit ekonomik. Në ndryshim nga shumë vende të tjera, të cilët u detyruan të planonin një ngadalësim të fortë të rritjes ekonomike deri në kufijtë e recesionit, kjo gjë nuk ishte e pranishme në rastin e Shqipërisë, dhe po ashtu një shqetësim i dytë që ka qenë në vëmendjen e të gjitha bankave qendrore në procesin e normalizimit të politikës monetare, ka qenë dhe ndikimi potencial i saj në treguesit e shëndetit të sektorit bankar. Dua të theksoj që në rastin e Shqipërisë, kjo konsiderate dytë nuk ka qenë e pranishme, pra bilancet e sektorit bankar kanë mbetur të shëndetshme në termat të likuiditetit, në termat të rentabilitetit apo të përfitueshmërisë të sistemit bankar, ashtu edhe në termat të treguesit të kredisë me probleme, i cili aktualisht faqet në nivele minimale, por edhe në termat të kapitalizimit të sektorit bankar. Nga ana tjetër, kujdesi që ne kemi treguar në drejtim të shpejtësisë të rritjes të normës bazë të interesit, ka bërë të mundur që dhe rritja e kostove të financimit për ekonominë shqiptare të jetë relativisht më e ulët në krahasim me vendet e rajonit, dhe kjo ka krijuar gjithë premisat e nevojshme që kreditimi të shënojë një rritje progresive gjatë vitit 2023 dhe 2024. Dëshiroj të theksoj që sipas të dhënave të fundit të muajit shtator, kredia për sektorin privat ka një rritje pothuajse në nivelin 17% në terma vjetor, rritje e cila është në nivelin më të shpejtë të shënuar për 15 vitet e fundit, dhe po ashtu shfaq një shpërndarje të mirë në terma të mbulimit sektorial, pra kemi një rritje relativisht më të shpejtë të kredisë për biznese, e cila po ushqen investimet e tyre, portofoli kredisë për investime për biznese të shritur me 25%, por po ashtu po mbulon edhe nevojat e familjeve shqiptare për të rritur konsumin e tyre apo për të investuar në pasuri të paluajtshme. Pse Banka e Shqipërisë vendosi të ndryshojë normën bazë të interesit? Ky vendim erdhi pas përditësimit të parashikimeve tona për të ardhmen. Sikundër e theksova dhe më parë, ne konstatuam që inflacioni do të mbetet relativisht i qëndrueshëm dhe në nivelet 1.9-2% gjatë 3 mujorit të 4 të vitit, por megjithatë po ashtu analizat dhe parashikimet konkluduan që balanca e rreziqeve në afatin e shkurtër qëndron në kahun e poshtëm, që do të thotë që goditjet e ofertës, të cilat kanë sjellë rënien e inflacionit gjatë vitit 2024, do të vazhdojnë të jenë të pranishme edhe gjatë 3 mujorit 4, madje rrezikojnë ta zhvendosin këtë tregues edhe poshtë projekcionit ton qendror prej 1.9%. Pikërisht për të shmangur mundësinë që këto goditje të materializohen dhe të përkthehen pastaj në inflacion të ulët dhe ajo që është më e dëmshme në dëmtim të pritjeve të ekonomisë për inflacionin, ne ndërmorëm këtë veprim të politikës monetare në drejtim të lehtësimit, duke ulur normën bazë interesit nga niveli 3% në nivelin 2.75%, duke synuar që t'i sinjalizojmë ekonomisë dhe gjithë operatorëve ekonomikë gatishmërinë tonë për të marrë gjithë vendimet e duhura në kohën e duhur për të respektuar objektivin tonë të inflacionit në nivelin 3%, por njëkohësisht duke pasur edhe një efekt tjetër pozitiv në nxitjen e ritmit të rritjes ekonomike për periudhën afat shkurtër dhe afat mesme. Mendoj që ky vendim ka qenë i duhur dhe i shërben respektimit të objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve dhe po ashtu forcimit të kredibilitetit të Bankës së Shqipërisë.